Po 2012 kam qenë në Cannes Film Festival, i thirrun për Shopard, jam kon stylist i Shopardit, edhe aty atëni kam pas bashkëpunu me Paris Hilton edhe kam pas shit flamurin e kombëtares, atë kam pas dalë në gazetën më të fortë në Zvicër, quhet Blick. E kur e prekish tash në Google Ludovic Tuna ose Ludovic Paris Hilton, del domethënë çfarë histori. U kon shumë interesant se 2012 nuk kanë problem me kallëzu vetën se shqiptar, se Zvicra ka pas pak problem. Depërtova se 2012 se pak jam habit, 2012 po ta shku në Sankt Moritz. Në Sankt Moritz në shkova, po të kallëzoj drejt vit si s'kisha punë në Zvicër hiç, edhe doshta më shku tash ta provoj si stylist. Se po ta kuptu në Sankt Moritz aty shkojnë këtë vipat e botës në dimën. Edhe shkova i hina në Badruc Palace quhet ai hoteli, tani çaty po ta depërtu mirë, po ta njoftu shefin e Shopardit, domethënë sheficën, edhe ajo më dha mundësinë, tha din çka, tha po m'pëlqen si typ, te ku ke tha pak crazy, tha i guxim shumë shtu, çish po punon, tha burgadet të mirë, tha mundesh marrën Cannes Film Festival. Guximi jam se kam shku në Sankt Moritz, pas një lek, kam flet makinë, edhe u pi atje nalt mu shpërbly në mënyrën më të mirë, më shka mundet me ndonë. Edhe të betohem, 5 ditë kam flet në garazh të Kerrau. Atër s'jam normal, ku e kuptova se kjo botë ku ka jo qa që zosh me që shkujtu njerëz, atër pi 2013 s'jam normal. Po tash kur kam punu me Shopardin, s'ka pas personazh se pi Uma Thurman, Eva Longoria, Paris Hilton, Kimin kena pas bashkëpunu, me Adriana Limen, Arrova Yllin, me Leonardo DiCaprio kam punu 3 vjetë. Por me kuptu ti shumë shpejt, na ajo galla se është ma e famshme në botë, kur jam konë dikon 13 herë tash të bitena 2024-ën, aty në backstage gjithmonë janë konë 20 personazha VIP potnor se një botë. Ata veshin aty në backstage na i rregullojshmi. Me të kallëzu drejt është shumë fenomen, janë shumë të butë, janë shumë njerëzit thjeshtë. Unë gjithmonë tham, aq ma i famshëm një njeri dhe kur e nje, aq ma pak ko ego, është shumë interesant, është shumë vetvetja, njerëzit butë, sidomos për shembull Leonardo DiCaprio, është shok. I vetmi person që ma ka lexu librën edhe me krenarim ka premtu se lexon nuk kon pi vipau Leonardo DiCaprio. Me Elon Musk nuk ka ra me nejt, nuk e ki idenë sa njerëzit thjesht janë. Kanë qef me mësu për teje, janë shumë, qesin pyetje, do më thonë, bota jo të intereson atina shumë ma shumë si botja tënde. Është që di se sa më kanë dimu mu guximi. Irina Shayk kam do në dark, me Adriana Lima jam konë dark, kina bo party me Paris Hiltonin, me Kendall Jenner kam dalë, me Kendall Jenner kam nejt një 2 ditë në New York bashk, me Kimin ma pak, 2 herë Met Gala, 2019 në 2021 u kon fenomen aty, u kon Dua Lipa, Rita Ora, edhe Mira Murati, edhe normal edhe mu më kara aty rasti, por nuk tash i bjen tash rano në me kresu vetën me ta, se ta kanë shku histori, po është u kon, aty kam qenë 2 herë, edhe 13 herë në Amfar Gala, këtë din Cannes Film Festival, që është ma madhe, aty alo kam bashkëpunim, por edhe vitin tjetër, e kam kontratën, plus atë në jam konë bin gati 100 fashion shows me Dolce Gabbana, me Versace, po edhe Big Brother o një pjesë për event të matë majtë të manë jetën teme. Se të vipat mas mramti e mra është në këtë besimi. Stunë moral a je ma i mirë asje, ki në Kosovë 100 frizera më të mirësione. Unë s'kam pas pasion, se që me pasën në pasion se di kisha 20 salonat mi, ose isha alon frizer me pasion. Frizeri mi ka qenë rrugt, frizeri ma ka bo një mundësi për me pas një arsye me punu me vipa.